Evropa vijon të përballet me një valë të fortë të nxehtësisë, e cila ka thyer rekorde temperaturash, ka rritur ndjeshëm numrin e urgjencave mjekësore dhe ka shkaktuar ndërprerje në transport, energji dhe aktivitete publike në disa vende. Në Gjermani u regjistrua temperatura më e lartë në histori, 41.3 gradë Celsius, në Mbretërinë e Bashkuar 37.3 gradë Celsius dhe në Zvicër arriti 38.8 gradë Celsius. Në Francë, numri i telefonatave të shërbimeve të urgjencës në Paris është rritur me 80% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në Rumani është shpallur alarmi kuq për vapën, i cili do të hyjë në fuqi nga e hëna deri të mërkurën dhe do të përfshijë pothuajse të gjithë territorin e vendit. Vala e të nxehtit ka shkaktuar probleme edhe në transport. Në Belgjik, qindra pasagjerë të 2 trenave Eurostar u evakuuan pasi trenat mbetën të bllokuar pa ajër të kondicionuar. Në Poloni, autoritetet paralajmërojnë për rrezik shumë të lartë të zjarresh në pyje, ndërkohë vala e nxehtësisë po zhvendoset drejt Ballkanit. Meteorologët parashikojnë temperatura deri në 40 gradë në Shqipëri, 39 gradë në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Maltëzi. Temperaturat ekstreme kanë detyruar organizatorët të anulojnë ose ndryshojnë disa aktivitete publike. Sipas organizatës botërore meteorologjike, vala aktuale të nxehtit ka thyer rekorde të shumta temperaturash dhe po ka pasoja të rënda për shëndetin publik, ekosistemet, bujqësinë dhe ekonominë.